Bashkia e Marrës vijon investimet në përmirësimin e infrastrukturës arsimore me synim për t'u ofruar nxënësve dhe mësuesve kushte më të mira për zhvillimin e procesit mësimor. Arsimi mbetet një nga prioritetet kryesore të pushtetit vendor, ndërsa investimet po përqendrohen në rikonstruksionin dhe modernizimin e institucioneve arsimore. Këtë të njëjtë kryetari i Bashkisë së Marrës Vangjel Tavo inspektoi nga afër ecurinë e punimeve për rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare Pano Minko, një projekt që synon transformimin e ambienteve të kësaj shkolle në përputhje me standardet bashkëkohore të arsimit. Punimet përfshin riabilitimin e plotë të godinës, përmirësimin e kushteve të mjediseve arsimore, rikonstruksionin e ambienteve të përbashkëta, si dhe ndërhyrjet që rrisin sigurinë dhe funksionalitetin e objektit. Synimi është që me përfundimin e investimit, nxënësit dhe stafi pedagogjik të kenë në dispozicion një shkollë moderne, komode, e cila të krijojë kushte optimale për zhvillimin e mësimit. Gjatë inspektimit, kryebashkiaku Vangjel Tavo theksoi se investimi në arsim është investim për të ardhmen e komunitetit dhe se krijimi i kushteve dinjitoze për edukimin e fëmijëve mbetet një objektiv i pandryshueshëm i Bashkisë së Marrës. Sipas tij, institucionet arsimore duhet të ofrojnë jo vetëm mjedise funksionale, por edhe një atmosferë të përshtatshme për zhvillimin arsimor dhe social të nxënësve. Ai nënvizoi si rikonstruksioni i shkollës Pano Minko është pjesë e një programi më të gjerë investimesh në infrastrukturën arsimore të bashkisë, ndërsa sipas tij arsimi mbetet një nga prioritetet kryesore dhe ku do të vazhdohet të investohet në përmirësimin e infrastrukturës arsimore në shërbim të fëmijëve dhe të ardhmes së Bashkisë së Marrës. Përmirësimi i kushteve në shkolla konsiderohet një element i rëndësishëm për garantimin e një arsimi cilësor dhe për krijimin e mundësive më të mira për brezat e rinj. Me vijimin e këtyre investimeve, Bashkia e Marrës synon të ndërtojë një rrjet institucionesh arsimore moderne, duke vendosur arsimin në qendër të politikave të zhvillimit dhe duke investuar në të ardhmen e fëmijëve të gjithë zonës.